Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV për të komentuar daljen e dytë nga shtëpia e Big Brother VIP Albania 5. Në fakt, për mendimin tim ishte e pritshme që do të largohet Seno. Okej, për formën e lojës që kishte përzgjedhur, për natyrën e lojës, Senon e rëmbeu pak shtëpia e Big Brotherit, nuk mund të themi që është një njeri i keq, ne nuk e kemi njohur, do me thënë 15 ditë nuk janë asnjë gjë për të njohur banorët e asaj shtëpisë, por Seno dëshironte që të jetë dominant, apo thënë dëshironte që të merr rolin e liderit të shtëpisë. Dhe ky roli i liderit të shtëpisë Seno ne pezulloi, do me thënë agresioni i tij, në një farë mënyre egoizmi i tij, koklarësia e tij, që nuk është në asnjë formë e pranueshme në shoqëri, e tolerueshme në shoqëri, i nxori Senos një anë që ndoshta edhe Seno nuk e njihte. Unë Senon e sinqert e kam parë sonte në Prime, atë Senon pozitiv, atë Senon energjik dhe atë Senon i cili vërtet di të bëj gjëra të bukura. Por pse qëndroi Casey brenda në lojë? Tani puna u pa. Casey duhet patjetër që në ditët në vazhdim të takohet me ish të dashurën e tij. Si do të jetë marrëdhënia e tyre? A do të kemi një rilidhje përsëri? Do të thënë ne vdesim të shohim çfarë do t'i thotë, si do ta komenton, si do të ndeshen, si do të qëndrojnë me njëri tjetrin, dhe mendoj duke qënë të gjithë këto faktor, Caseyn e favorizonin pafund. Kristi është një personazh që në fakt është duke i vënë zjarrin shtëpisë dhe banorët i nxjerr nga vetja. Është ky fenomeni që përdoret nëpër të gjitha Big Brotherat dhe më i rrezikuari do të ishte Seno në këtë përballje kaq të madhe. Tani do shohim se çfarë fuqie do të merr Casey në atë shtëpi, me patjetër që do të jetë ka zgjedhur në fakt që të jetë një personazh i lëvizshëm që në javën e parë nxori Senon nga shtëpia. Të shohim se si do të ndeshet me të dashurën dhe dua të marr mendimin tuaj për Senon. Mendoni që ishte zgjedhja e publikut apo është ky faktori që do të thënë këto dy të tjerët kanë çaj hapi ndërsa Seno ishte pak më anash gjithçkaje?